nuk ka nevojë të përdor ndonjë epitet tjetër, vetëm të themi Pelesh parlamenti. Unik në historinë e tij, e turpë këta kanë frikë dhe tmerr nga fjala. A kuptuat ju gjë se çfarë ndodhi që ky ndërpreu dhe votoi me shpejtësi të rrufeshme. I vetmi moment që ndodhi ishte se unë kërkova, denoncova refuzimin e Edi Ramës për Arubën, ministrat të cilët janë udhëtar kanë qenë në Aruba, rikujtova pritin që i ka bërë Sinaloas me Ksiks dhe këto fjalë sikur të ishin thika apo bajoneta apo ç'të them, detyruan Peleshin të mbyll parlamentin. Ky është de facto asgjësimi i parlamentit. Në qoftë se parlamenti trajtohet në këtë mënyrë, nuk kishte asnjë lloj përkundrazi, thjesht insistuam në një të drejtë kushtetuese. Interpelanca është një drejtë kushtetuese e deputetëve. Dhe ky 10 orë debate të parashikuara në rregullore, mbylli parlamentin dhe ikin. Ky është parlament që s'duhet të ekzistojë as një ditë. Faleminderit gjithë. Do keni ju ndaj këtij parlamenti? Do vazhdoni me këto seanca? Ne do vazhdojmë, ne kemi absolutisht, ne kemi vepruar në përputhje të plotë me rregulloren. Në përputhje të plotë me rregulloren. Zotëria tha që unë do t'i jap fjalën, vetëm zotit Berisha do kaloj dhe më dha fjalën. Kjo është e gjitha. Në procedurën time denoncova refuzimin e interpelancës nga kryeministri. Për një çështje madhore, për një çështje të cilën nuk ekziston, ka vetëm Maduro i Venezuelës është i akuzuar se man kontakte me kartel të drogës. Dhe Edi Rama është i provuar se man kontakte me kartel të drogës. A nuk është ky një problem madhor për vendin? Ky është një problem madhor jo për vendin. Ky është një problem madhor për rajonin, për Europën. Kur një kryeministër mban kontakte me kartel të drogës. Kjo është, në këtë mënyrë ata mendojnë ti fshehin, por nuk fshehin në këtë mënyrë. Zotë Berisha, çfarë do të bëhet në vazhdim në kushtet kur mazhoranca i ka treguar qartë vullnetin për këtë 4 vjeçar, do të bëj seanca 10 minutëshe dhe kështu do vazhdojnë. Cila duhet të jetë sjellja sepse ato i kanë absolutisht ne do të insistojmë të mbrojmë kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Ata do votojnë, do insistojnë. Ata dakord, po dhe ne pastaj do t'u japim përgjigje, po ne në atë sallë insistojmë në zbatimin e kushtetutës dhe rregullores parlamentit. Rrethimi i parlamentit kur do të ndodhë, zotë Berisha? Nuk është kjo, problemi është se kur do ndodhin, problemi është sepse ky parlament në ditën e tij të zezë si kjo legjislaturë nuk ka qenë kur. Ngri pas një përgjegjësia, merr urdhër nga Edi Rama, sa ju përmend Edi Ramës, sa ju përmend Luftar Hysi, sa u përmend Aruba, sa u përmend ai që i thoshte i gjatë i shkurti me radhë në radhë, edhe i thotë mbyllë, i thotë. Po Edi Rama nuk mund të shpëtojë nga këto, absolutisht ta më thotë. Faleminderit. Mirupafshi.